Festa e Krishtlindjes është ndër më të rëndësishmet për besimtarët e krishterë. Kriger Ramaja nga fshati Qerimi i Gjakovës, Krishtlindjen e feston në një mënyrë tradicionale, për të cilën thotë se është e trashëguar që nga koha e ilirëve dhe njihet si buzmi bujar. Sa i përket buzmit bujar, është një ndërthurje në mes të krishtenizmit edhe paganizmit të ilirëve. Në kuadër të buzmit bujar është traditë e familjeve, sidomos familjeve tradicionale të mëdha, të cilat e kanë arritur me rujt. Ramaja tha se kjo traditë është ruajtur brez pas brezi dhe se festimi fillon që nga orët e mëngjesit, sipas zakoneve të vjetra që i kanë trashëguar ndër vite. Në mëngjes, natën e Krishtlindjeve, zakonisht mashkulli më i fuqishëm i familjes, quhet herët mëngjes, shkon dhe merr një dru në mal, dhe se bashku me ta i merr edhe dy gëllinja, njëra gjinis femërore dhe njëra gjinis mashkullore, edhe i bën dhe i vendos me një pozicion i cili nuk shifet nga familjarët tjerë. Dhe në mbrëmje masnej zhvillohet tërë procedura. Ajo fillon domethënë me dy drunjt do thotë që vendosen në zjarr, edhe gjatë hyrjes në brenda shtëpisë, thotë zakonisht me vjetra familje se pyet me çka po vjen, se zakonisht ato i mban një zoti i shtëpisë. Edhe ai thotë po vi me malle, me xhame, djem me çika, me nuse e me bereqet. Do thotë që ata kanë pas si traditë që të sigurojnë se pori ushqimin e pastaj të sigurojnë do thotë edhe një mirëqenie pak më gjatë, domethënë një familje të shëndoshë kështu më radhë. Në fund, profesori Ramaja uroi të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Krishtlindjes. Unë ju uroj të gjithëve të keni paqë, shëndet, mirëqenie, dashuri më të madhe për njëri tjetrin, edhe sa më tepër të keni durim. Krishtlindja festohet në mbar botën dhe konsiderohet ndër festat më të rëndësishme për besimtarët katolik.